Përshëndetje miq, mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it ku sot do të flasim për një nga pijet trend të momentit që është pikërisht uji me vitamina. Fillimisht u fut në treg vetëm një markë dhe kishte shije të ndryshme, ndërsa sot kur shkojmë në dyqan ka një shumëllëshmëri të firmave dhe të shijeve të këtij lloji produkti. Sigurisht që është vap, duam diçka për të freskuar dhe na shkon mendja pse jo të mos marr ujë me vitamina, pra ka një mikroelement që na bën mirë për shëndetin. Por është vërtet kështu, pra është uji me vitamina një alternativë e shëndetshme? A na sjell përfitime për shëndetin ton vërtet apo është thjesht një gjetje marketingut për të na bërë ne që të blejmë më tepër këtë produkt? Për të kuptuar më tepër, ju ftoj që të ndiqni videon. Le ta fillojmë analizën tonë duke parë një herë se çfarë lloj vitaminash kanë këto ujëra. Tipikisht bëhet fjalë për vitaminat B kompleks, të cilat janë të treshme në ujë. Konkretisht kemi vitaminën B5, e cila do të ndihmojë në përmirësimin e energjisë tonë, duke qenë se ndikon në metabolizimin e sheqernave dhe të yndyrnave. Vitamina B6, e cila do të mund të ndikojë drejt për drejt në përmirësimin e humorit tonë dhe reduktimin e stresit, si dhe të përmirësimit të funksionimit të sistemit tonë nervor. Vitamina B7 apo biotina, e cila do të ndikoj pozitivisht në shëndetin e lëkurës, së thonjve dhe të flokëve, dhe kjo është arsyeja pse shumë shpesh edhe produktet të bukurisë kanë përmbajtje të biotinës. Kemi vitaminën B12, e cila do të mund të parandalojë aneminë dhe të përmirësojë shëndetin e nervave tonë. Sigurisht nëse listojmë të gjitha këto përfitime shëndetësore që vijnë nga vitamina B kompleks, do të thonim që ky ujë është i shëndetshëm. Por kujdes, sepse e para punës duhet të kuptojmë kjo sasi a e justifikon konsumimin e këtij uji dhe a ka përbërës të tjerë brenda këtij uji të cilat përkundërzi mund të sillin dëme për shëndetin tonë. Në 100 ml ujë me vitamina, të paktën të njëra nga shishet që unë bleva para disa ditësh, plotësoshin 15% të nevojave tona ditore për vitamina B, ose për një shishe të vogël gjysmë litri do të kishim diku te 75% të nevojave tona ditore. Ndërkohë që kishte edhe përmbajtje të sheqerit, praktikisht 2 deri në 3 gram sheqer të shtuar për 100 ml, apo praktikisht për një shishe të vogël gjysmë litri do të kishim një lugë gjelle. Pra mendoni të merr një lugë gjelle plot me sheqer. Sigurisht, nëse do ta krahasonim me sasinë e sheqerit që do gjendet te pijet e gazuara apo te iced tea, pra këto çajrat e ftohtë me sheqer apo edhe pijet e tjera të cilat janë me përmbajtje të sheqerit, kanë një sasi më të reduktuar. Megjithatë, prap kemi marrje të sheqerit dhe përveç kësaj ka edhe përbërës të tjerë. Disa mund të kenë ëmbëlsues artificial që mund të japin edhe shqetësime të caktuara të aparatit të tretës, por disa persona mund të japin dhe fryrje barku, dhimbje stomaku, acarim të përgjithshëm të aparatit të tretës, duke vështirësuar më pas edhe metabolizmin, por kemi gjithashtu edhe shpeshherë disa aditiv për shkak të aromave të ndryshme që këto ujëra do të kenë, duke bërë pra përsërit që të ketë të njëjtin efekt anësor në aparatin të tretës. Nuk duhet harruar gjithashtu edhe fakti që ka përmbajtje të gazit të shtuar, që për shumë persona pra do të japin alterime apo shqetësime të aparatit të tretës. Pra, jemi në një situatë të tillë që ka përmbajtje të sheqerit, të aditiveve që mund të kenë efekte anësore. Sheqeri sigurisht që është më pak se sa pijet e tjera me përmbajtje të tij, por nga ana tjetër kemi edhe situatën që na jep gjithashtu edhe vitaminat të cilat janë të domosdoshme për shëndetin tonë. Por a justifikon kjo sasi e vitaminave pikërisht sakrifikimin me marrje të sheqernave? Personalisht gjykoj se jo, për arsye se mendoj që në rast se neve do të kemi një dietë të ekuilibruar, ku do të kemi konsumimin e vezëve, jeshillëqeve, do të kemi konsumimin e bylmetrave të qumshit minimalisht, që është një hidratues shumë i mirë, nuk do të kishim nevojë që të marrim pra këtë ujë me sheqer të shtuar. Disa për jush mund thonë që ka një shije të këndshme, po pse jo, ujë të zakonshëm për shembull mund të vendosin feta limoni apo edhe copa frutash për t'i dhënë pra të njëjtën shije të këndshme. Personalisht pra unë mendoj që është më tepër gjetje marketingu se sa është një produkt i cili do të sjellë përfitime për shëndetin tonë. Nëse dëshironi vërtet të hidratoheni në këto ditë të nxehta të verës, alternativa më mirë do të ishte uji thjesht, sikurse thash, pa në rast se keni nevojë për një shije të shtuar, mund vendosni feta limoni apo të vendosni edhe copëza të frutave të ndryshme. Nga ana tjetër, hidratant apo hidratues shumë i mirë është qumshti, që ju thash, pra hidraton shumë mirë dhe ka përmbajtje
përmbajtja të vitaminave B kompleks, pra në mënyrë natyrale pa patur nevojë që të merrni ujë me sheqer të shtuar, aditiv të shtuar apo vitamina të shtuara. Një hidratues shumë i mirë është gjithashtu edhe kefiri, i cili ka përmbajtje edhe të probiotikëve, të cilat janë një aleat shumë i mirë për aparatin tuaj tretës, pra për mikroflorën bakteriale, dhe gjithashtu një hidratues shumë i mirë është dhe valla. Ka përmbajtje edhe të elektroliteve duke bërë dhe zëvendësimin e kryprave të cilat kemi humbur përmes djersitës. Pra mbani mend, ujë, dhall, qumësht dhe kefir duhet jenë aleatët tuaj në këto ditë të nxehta, krahasimisht pra 100 herë më mirë se sa këto pije me sheqer të shtuar, të cilat në fakt nuk ose do ju hidratojnë, por kundrazi do të kuptoni se do të ndjeni edhe më të etur për të pirë përsëri ujë më mbrapa. Dhe kjo ishte videoja për sot, miq, shpresoj shumë që t'ju kam dhënë një informacion të vlefshëm, ndonëse shkurtimisht, dhe në rast se mendoni se është kështu, juftoj që të bëni like dhe ta ndani atë me miqtë tuaj në share. Gjithashtu, juftoj të mos largoni nga kanali pa u abonuar në subscribe në mënyrë që të mos humbisni përditësimet e mia. Bashkë dëshimi në videon e radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithëve shëndet.